Një grua tjetër thot: burri im ishte mësuar që çdo herë kur udhëtonte me shokët e tij, t'ia fus në rrobat e tij një letër ku në të i përshkruaj ndjenjat të cilat i ndjeja unë dhe fëmijët gjatë kohës kur ishte larg shtëpisë. Një ditë nuk isha i kënaqur nga udhëtimi i tij dhe nga zemrimi i madh nuk i shkrova asnjë letër. Kur u kthye nga udhëtimi më habiti papritmas, duke më thënë: nuk e kam lënë asnjë pëllëmb vend të çantës sime duke kërkuar letrën tënde. Madje çantën e kontrollova 3 herë dhe secilën herë thosha ndoshta ajo e ka venduar këtu dhe unë nuk e shoh, më mirë ta kontrolloj përsëri. Kur i dëgjova fjalët e burrit tim, u pendova shumë për veprën që e bëra dhe në fytyrën e burrit e vërejta një farë mërzie. Nga ajo ditë e vendosa që herëve tjera mos ta ndërpres këtë traditë të mirë që e bëja deri atë ditë. A ka më mirë për një grua se të arrin deri në atë gradë sa që burri i saj të përmallohet për të dhe mezi të pret që të kthehet në shtëpi e ta sheh? A ka më mirë për një grua se të i shëmbëllen një druri i cili i bën hije burrit të saj dhe e mbron nga nxehti i dynjas?